Në takimin e sotit ekskluzivisht është diskutuar lidhur me pagën minimale. Normal që ne si udhëheqës i sindikatës sektorit privat të Kosovës e kemi kërkuar që kjo pagë të jetë pagë minimale 600 euro dhe të jetë vetëm për vitin 2016. Përderisa unë definitivisht e kam pa, po themi, pëlqimin e njerëzve kompetent ose po themi qeverisë në detyrë që vlerësimi i tyre është që kjo pagë duhet të jetë 500 euro dhe e kam pyet decisivisht nëse gjithçka shkon në rregull, kur mendoni të filloj së implementuari. Sipas deklarimit të ministrit në detyrë është thonë që ne planifikojmë që paga minimale prej 500 euro do të fillojë së implementuari në janar, por megjithatë nuk e ka hudhë poshtë edhe propozimin tonë që është thonë që unë do të bisedojmë me aktorët kryesorë dhe që të bisedojmë edhe tek shuma 600 euro, por megjithatë nga gjithë aktorët që ishmi jemi pajtuar që paga minimale të jetë 500 euro dhe të fillojë së implementuari nga muaji janar. Realisht nuk pati dakordim ose nuk është biseduar fare, kërkesa jonë ka qenë ajo, fillos implementuari nga 1 janari me 600 euro dhe nuk kem nevojë edhe fare të takohemi. Ka qenë edhe një shpjegim i ministrit që sepse normal që pagën minimale e përcakton Këshilli Ekonomik Social, në mungesë të Këshillit Ekonomik Social thotë që unë kam kompetencat që të vendosi për te, përderisa normal që në këtë Këshill Ekonomik janë edhe disa sindikate tjera të cilat e përmend Këshillin Ekonomik Social, sipas ministrit, po flas sipas ministrit, nuk i plotësojnë kushtet sindikata tjera, për ata edhe nuk janë thirrë. Ne qëllimisht e kemi lënë derën e hapur se në gjitha kompanitë të cilat janë të pakënaqur me pagën minimale që do të fillojë, mendojmë se do të fillojë në janar, atëherë është dera e hapur çdo kompani që të fillojë aspektet ligjore që të kërkojmë që kjo pagë të bëhet 600 euro. Do të thonë gjithçka është në suaza të ligjit. Takimi është më shumë konsultativ. Na si dhome tregtisë dhe në qëndrimin tonë që fillimisht nuk jemi kundër rritjes së pagës, por momentumi dhe situata politike me cilën po përballet vendi nuk është e favorshme. Pra na i kërkuam ministrit Hekuran Muratit që ky proces të shtyhet derisa të kemi një qeveri fuqi plot. Derisa të kemi edhe një kuvend funksional. Deri atëherë, kjo e para ishte kërkesa jonë dhe e dyta të kemi një analizë të thukë të situatës aktuale ekonomike e cilën e ka vendi, domthonë duke i marrë gjithë faktorët për këtë çështje, para se të dalim me propozime pastaj të gjitha palët sa i përket pagës minimale. Gjithashtu, një kërkesë eksplicite që kishte ishte që duhet të funksionalizohet në këtë rast Këshilli Ekonomiko-Social i cili vazhdon ende të mos jetë funksional. Domthonë të shkojë ky proces i vendosjes së pagës minimale përmes Këshillit Ekonomik-Social siç është bërë gjithmonë, përjashtë herën e fundit, dhe përkundër që herën e fundit jemi vetur fare, na kërkuam që këtë herë që ky proces të ketë një përfaqësim më të gjatë të gjithë sektorit të bizneseve në Kosovë, në mënyrë që të paktën ne kur të dalim me një qëndrim të përbashkët, e jo të merret një vendim sidomos jo në këtë periudhë, sepse kjo automatikisht i ngjan fushatës politike. Ne e dim, paga e propozuar nga kryeministri ishte ditën e diel, paga minimale domosdoshmë ishte ditën e diel kur tentoi të bënte qeverin Kurti 3 dhe nuk ndodhi, domosdoshmë ishte fushatë politike, andaj ne i kërkuam ministrit që kjo çështje të shtyhet derisa të ketë një qeveri funksionale. E para, jashtëzakonisht ajo që kemi kërkuar, vazhdojmë të kërkojmë nga qeveria është të mos nxjerrin vendime pa konsultime me komunitetin biznes. Ju e dini, është nxjerr vendimi për rritjen e çmimit të energjisë 16% për konsumatorët e rregulluar në këtë rast edhe bizneset edhe konsumatorët dhe pasojat e tij që i kemi paralajmëruar vetë se po i shohim. Këto të dhëna nuk po i nxjerrim ne, po i nxjerr Agjencia Statistikave të Kosovës, ku po thotë qartë se si janë rritur çmimet, si është rritur kostoja e prodhimit vendor në Kosovë. Gjithashtu pasojat janë jashtëzakonisht të vështira, situatë jashtëzakonisht shumë e vështirë me cilën po përballen bizneset që kanë dalur në tregun e lirë, që po i thojnë këta, së pak s'është treg i lirë kë. Faturat e tyre po vinë 3 fish, 4 fish më shtrejt se sa që kanë qenë në periudhën sa ishte para se me ndohë kjo. Domthonë, këto vendime janë jashtëzakonisht të pafavorshme sepse e kanë bërë totalisht të pasigurt punën në Kosovë, edhe këto biznese nuk janë të ditë as se çka ka me ndodhur me to pas janarit të 2026-s. I dëgjoj
mbetet më pas se çka. Domthon më shumë takimi ishte ashtu edhe siç e deklaroi ministri, ishte takim më shumë konsultativ, domthon nuk ishte që takim po merr një vendim, më shumë konsultativ. Prandaj edhe ne kemi ardhur me këtë çështje, domthon për mi shpreh qëndrimet tona si dhome tregtisë dhe qëndrimet e bizneseve tona ka shik kësaj situate, duke kërkuar që kjo çështje të mos merret në këtë periudhë sa nuk ka një qeveri funksionale. Përkundër që ligji e përcakton, themi që duhet merret brenda këtyre muajve dhe të hyjë në fuqi në janar, po situata nuk është e tillë çka përcakton ligji. Ne duhet të bazohemi në situatën aktuale politike që ka vendi jonë, duke ditur që s'ki asnjë kuvent aktualisht që është ende s'po dihet është funksionale ajo për shkak të një ankese të re nga lista serbe në kushtetues. Se anën tjetër nuk kemi një qeveri, domthon derisa situata politike është e pafavorshme dhe e paqartë, ne kemi kërkuar që kjo çështje duhet të shtyhet derisa të ketë një qeveri funksionale dhe fuqiplot bashkë me kuventet dhe gjitha institucionet tjera.